Ndërkohë në një shahane e dim shumë mirë që kontrolli është shumë herë më i pakët. Sigurisht. Sidomos nga Shtetet Bashkiake, nuk mund të marrësh informacion të detajuar dhe 100% të plot nga një shah, ndërkohë që administratë nuk e bën dot në vitin zgjedhor. Ne jemi realisht në vit zgjedhor dhe flasim, e krijojmë sot shahan dhe më pas brenda këtij viti vazhdojmë bëjmë punësime politike, pa kontrol, pa asnjë gjë, dhe më pas kemi një problem tjetër që nuk mban askush përgjegjësinë nëse kjo shoqëri tregtare del me humbje apo me fitim. Se fitimi nuk është parashikuar. Por sa nuk është parashikuar fitim, do të thotë që humbja është e garantuar, domethënë, dhe kjo ka treguar që shahat a kanë caktuar një buxhet për këtë? Atëherë jo kanë ajo që na është paraqitur ka qenë vetëm vlera fillestare, kapitali fillestar prej 5 milion lekësh, që është pretenduar që është kapitali fillestar, por pasi se arrin për çfarë është kapital. Çfarë do bëhet me këto 5 milion? Por logjikisht i bie të jetë vetëm për pagat e punonjësve deri në dhjetor. Vjen dhjetori, vjen përsëri buxheti i ri. Në buxhetin e ri kërkojnë përsëri. Ata i kanë votat për ta kaluar çfarë shifra që duan? Po. Problemi është që votat i kanë dhe duken ndonjëherë sikur trajtohet Këshilli si zgjatimi i zyrës kryetarit. Dhe këtë madje ja kam thënë dhe stërthënë në çdo mbledhje të Këshillit Bashkiak që këtu jemi mbi të gjitha për të bërë më të mirë qytetarët e Elbasanit. Tu nuk jemi thjesht se thot kryetari i bashkisë diçka dhe këtu është çdo gjë okay. Jo, nuk është. Nuk është, duhet të marrim patjetër secili përgjegjësi për çdo vendimarrje që merr. Ndërkohë, zonja Çopja, për të rikthyer pak tek kompetencat e Eko Rurelbit dhe jo Eko Elbit, duket se ky ndërhyrja në treg po bëhet në rend të ditës, po shkojmë drejt një ekonomie të centralizuar me emra privat. Si mund të mbrohen dhe si reagojnë qytetarët në këtë rast? Atëherë, qytetarët në vërtet nuk kur e kuptojnë në fakt. Po, këtë do thoya që në fillim, qytetarët në të vërtet nuk kanë qenë të informuar në lidhje me këtë shoqëri që po krijohet. Sepse nëse ti ja shpjegon një qytetarit të thjeshtë që shiko, çdo gjë që ti ke në qytet do kalon në dorën e një personi të vetëm, që është bashkia. Dhe automatikisht kryetari i bashkisë do thotë që ti nuk ke më kontroll as të pasurive të tua, as të aseteve, as të pyjeve, të kullotave, të çdo gjëje. Mund të heqin aksesin nga burimet ujore? Patjetër, çdo akses të mundshëm, do të thotë që tregjet kalojnë në dorë të bashkisë. Pyjet kalojnë në dorë të kësaj shoqërie. Një hapësirë toke që normalisht mund të përdor për një treg më vonë, për një biznes tjetër mund të kalojë patjetër te kjo shaja. Që nëse nuk ke vendim kjo shoqëri tregtare do thotë që dikush është përjashtuar automatikisht. Praktikisht gjejmë një pronar të ri të Elbasanit të pamandatuar. Po. Kjo është më e keqe sepse si do rezistoni? Atëre, siç kam marrë vendime në lidhje me Eko Elbin, që i kam dërguar çdo informacion dhe kallëzimet i kam dërguar deri në SPAK, këtë luftë do ta vazhdoj dhe me Eko Rural, sepse duket që në fillimet e saj që është një vendimarrje politike në dëm të qytetarëve të Elbasanit dhe në dëm të ekonomisë dhe qeverisë së qytetit, do vazhdoj bashkë me anëtarët të tjerë të Këshillit Bashkiak ta çojmë këtë çështje deri në fund. Ne do ta luftojmë qoftë në këshill, qoftë në organe të tjera kompetente që të paktën të kemi të mundur një informacion të saktë që çfarë po ndodh. Sepse shumë herë mendohet, jo nuk kemi kundër zhvillimit ekonomik të qytetit, por duhet transparencë se çfarë po ndodh. Çfarë do bëhet, çfarë është parashikuar, se nëse do të ishte dikush tjetër, privat, këto do kërkoheshin përpara se të vinte miratimi. Gjithë projektin. Ndërkohë nëse ka ardhur si projekt, thjesht kemi sjell për miratim. Si mund të sjell për miratim? Një shoqëri tregtare pas sjell për diskutim dhe të bësh një mbledhje më parë për ta diskutuar, për ta shqyrtuar, çfarë janë të mirat, anët negative dhe pastaj vendosen nëse mund ta kalojnë.